Këtë të shtunë ka patur një rritje të sipërfaqes me prezencë ujë në territorin e Bashkisë Shkodër. Në total, qarku Shkodër ka patur rreth 800 hektarë në ujë, kryesisht kultura farogjer, grur, jon, shtoka të pambjella dhe kullota. Në Bashkinë Shkodër, sipërfaqja e përmbytur është 470 hektarë tokë bujqësore dhe kullota. Në njësinë administrative Velipoj janë evidentuar rreth 250 hektarë tokë bujqësore. Nuk raporton dome në Blegtori dhe në Bletari. Në njësinë administrative Dajq janë evidentuar rreth 100 hektarë tokë në sipërfaqe me ujë me tendencë përmirësimi, ndërsa në njësinë administrative të Dajqit janë 300 hektarë kënet dhe 500 hektarë kënet në Pentar. Në njësinë administrative Ana e Malit janë evidentuar rreth 120 hektarë sipërfaqe me parcela të pambjella, vazhdon të jetë bllokuar rruga kryesore për në Obot për mjete të ulta, pasi niveli i ujit në rrugën kryesore i kalon 50 cm. Të pranishme prej 4 ditësh janë forcat e ushtrisë me 3 mjete me kalueshmëri të lartë për të lehtësuar kalimin e banorëve në segmentin e rrugës të bllokuar nga prania e ujit. Në Bashkinë Malësi e Madhe nuk raporton problematika me emergjenca civile, ndërsa në bashkitë Vaudez, Puk dhe Fusharës ka patur rreshje intensive shiu, por pa problematika dhe situata emergjente të raportuara. Aksi kombëtar Hadroj-Reps ka patur shëmbje në disa vende të segmentit rrugor, kryesisht në Shkoz dhe Gojan. Akset rrugore Hanihotit Vërmosh, Bog Qafthore Theth, Qafmali Fierz, krye Hadroj Qafben janë të kalueshme vetëm me goma dimrore dhe me zinxhir. Dëbora po vijon me intensitet të lartë, kryesisht në Qafthore dhe në zonën e Vërmoshit.